Allahu e ka zbrit Kur'anin, e ka tërgu pejgamberin alayhi salam, e ka tërgu fen islam, e ka shpall fen islame, jo për diçka tjetër, por për ta fisnikru, për ta ngrit njeriun. Dhe kjo ngritje jo domosdoshmërisht ka të bëjë vetëm në aspektin, apo të themi në një dimenzion, por ngritja ka të bëjë edhe në aspektin shpirtëror, edhe në aspektin intelektual, edhe në aspektin e mendësisë, edhe në aspektin e botkuptimeve, edhe në aspektin gjithë përfshirës themi ku njeriu e bën funksional në shoqëri. Pra, themi në kohën e pejgamberit alayhi salam, Kur'ani, Islami, këshillat e pejgamberit alayhi salam kanë dhënë një efekt konkret tek gjenerata, tek brezi sahabëve, për atë periudhë. Gjersa një kategori, një shoqëri që dikur ishte vërtet në primitivizëm të thellë, fal Islamit, fal Kur'anit, arritën të bëhen një brez që i dhanë kulturë e civilizim botës mbar. Dhe na e dim këtë histori, po atë din edhe besa dhe bota dhe gjitha civilizimet e din rëndësinë e shokëve të pejgamberit alayhi salam, se çfarë vlera kulturore, civilizuese i dhanë botës.